Skandaleve që kemi publikuar për aktivitetin e palishëm të drejtuesit të prokurorisë së Fierit Elion Mustafaj, i shtuar edhe denoncimi për një abuzim tjetër të rënd me detyrën, dërguar nga ish koleg të tij në prokurorinë e Vlorës. Bëhet fjalë për akte dhe vendime procesesh hetimore të firmosura nga prokurori Elion Mustafaj për periudhën kohore kur ka qenë pjesë e sistemit të drejtësisë si prokuror në Vlorë, por nuk e ka ushtruar realisht detyrën, pasi ndodhej me leje një vjeçare të pandërprer jashtë Shqipërisë. Me vendim numër 37 datë 15 prill 2020 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Elion Mustafaj mori leje pa të drejtë page për periudhën 1 maj 2020, 30 prill 2021 dhe u largua pranë familjes në SBA. Pas kthimit nga SBA, ai vijoi punën në prokurorinë e Vlorës, ku sipas informacionit të dërguar nga ish koleg të tij në pamfleti, rezulton se prokurori Elion Mustafaj ka firmosur disa akte dhe vendime për periudhën një vjeçare që nuk ndodhej në Shqipëri. Ai ka firmosur procedime penale, fillime, mosfillime dhe pushime çështjesh, si dhe akte të tjera hetimore, sikur veprimet e ishin kryer gjatë kohës që fizikisht ndodhej me leje, me qëllim për të mos humbur afatet proceduriale të administrimit dhe hetimit të çështjeve, por edhe për të kryer favore. Këto akte falsifikimi dhe mashtrimi zyrtar, prokurori Elion Mustafaj i ka kryer në periudhën maj-shtator 2021, kur u rikthye nga SBA dhe u riemërua në detyrë në prokurorinë e Vlorës, pas përfundimit të lejes një vjeçare të dhënë nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Ndërvarësia e punës në prokurori është e tillë që veprime të tilla administrative për çështjet hetimore nuk mund të kryhen pa bashkëpunim me shërbimet e policisë gjyqësore dhe sektorët mbështetës të prokurorisë, në rastin konkret të prokurorisë së Vlorës. Përveç se skandal, këto veprime përbëjnë shkelje të rëndë të detyrës dhe janë raste që duhet hetohen në bashkëpunim mes prokurorisë së përgjithshme, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë, si institucione eprore dhe kontrollit të veprimtarisë së prokurorëve. Për më tepër, prokurori Elion Mustafaj, gjatë ushtrimit të detyrës në prokuroritë e rrethave Durrës, Korçë, Vlorë dhe Lushnjë, është kallëzuar 7 herë penalisht dhe është denoncuar 60 herë për falsifikim dhe fshehje provash, zvarritje, mosfillim hetimesh dhe pushim çështjesh në favor të subjekteve të përfshira në krime, çështje që nuk duhej të pushonin. Pas abuzimeve të kryera në prokurorinë e Vlorës gjatë viteve 2015-2021, ku ka firmosur edhe akte hetimore për periudhën një vjeçare, kur ishte me leje në SBA, më 24 shtator 2021, Elion Mustafaj u transferua si prokuror në Lushnjë, ku Këshilli i Lartë i Prokurorisë, pas një sqarim publik, e komandoi dhe emëroi 8 herë brenda 16 muajve në të njëjtën detyrë. Në dosjen e Elion Mustafajt, prej më shumë se 2 vitesh e gjysmë drejtuesi prokurorisë së Fierit, rezultojnë gjithashtu mospërputhje dokumentesh për vitet e studimit, punësimi i bashkëshortes në SBA në kompaninë e një shtetasi të dënuar për grabitje në Angli dhe nënhetim për trafik dhe pastrim parash, pushime një mujore të financuara nga një biznesmen, si dhe një vit pune në SBA i pa deklaruar në procesin e vettingut.